A e dinit se Zoti një herë i peshoi kombet në peshorën e tij. Në librin e Danielit një mret dha një festë, ndërsa mbretëria e tij po shkatërrohej rreth tij. Ai piu nga kupat vjedhur nga tempulli i Zotit, lavdroi idhujt prej arit dhe gurit, talli gjërat e shenjta, por Zoti po e shikonte. Pastaj u shfaq një dorë dhe shkroi në murin e pallatit. Askush nuk mund ta lexonte, askush nuk mund ta shpjegonte derisa erdhi Danieli dhe tha: Mene, mene, tekel parsin. Dhe ky është kuptimi. Ju jeni peshuar në peshore dhe jeni gjetur se ju mungon pesha e duhur. Atë natë Babilonia ra, jo me forcë, jo me ushtri, por me gjykim. Sepse Zoti peshon atë që njeriu fsheh. Ai sheh krenarin, sheh padrejtësinë dhe kur një kom tallet me emrin e tij, ai përgjigjet. Kjo nuk është vetëm një histori e Babilonisë, është një paralajmërim për çdo brez. A beson se Zoti ende peshon zemrat e mbretërve? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft.